Mbesim tek greva në arsim. Taf Ahmeti, drejtues i Sindikatës Rajonale të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Gostivar, njoftoi se për dallim nga përqindja në nivel republikan në regionin e Gostivarit, i mësimdhënësve që hyjnë në grev ka arritur madje në 95%. Detajet i sjell kronika. Për dallim nga përqindja në nivel republikan në regionin e Gostivarit, përfshirë edhe komunat Vrapçisht dhe Mavrof Rostush, numri mësimdhënësve që hyjnë në grev ka arritur madje 95%. Taf Ahmeti, drejtuesi i Sindikatës Rajonale të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Gostivar, njoftoi se në regionin e Gostivarit mësimdhënësit kanë qenë kompakt në vendimin për grev. Sot regioni i Sashkut, komunës Gostivarit, është në grev generale, edhe të arsim, shkencë dhe kulturë, më thonë edhe të foshnjorët. Saj përket çështjes vetë mbajtjes grevës, është në grev klasike, ku gati të gjithë institucionet arsimore janë përmbajtur asaj me disa lëshime në zhvillim të mësimin në gjuhën maqedone, ku kemi pas një farë përqarje, mirë po besoj se nesër kjo punë gjithçka do ndryshone dhe edhe ato do t'i bashkangjiten grevës, për shkak se bëhet fjalë për një grev në aspektin social, me siguri i dini edhe kërkesat tona, prandaj prej nesër mendoj se Gostivari do t'i afrohet edhe gati të jetë komplet. Ahmeti përjashtoi mundësinë e presioneve ndaj mësimdhënësve të regionit të Gostivarit, edhe pse pjesa e ngelur e mësimdhënësve, kryesisht të nacionalitetit maqedonas, sipas tij kanë shpërfillur vendimin e sindikatës nga droja e humbjes së vendit të punës, por Ahmeti u shpreh i bindur se edhe ato nga dita e mërkurë do t'i bashkangjiten grevës. Momentalisht, them me plot përgjegjësi se në Gostivar nuk ka asnjë farë presioni, pa marrë parasysh se nga cila anë ose ana tjetër, ekziston një farë frikë te pala maqedone, duke menduar në zbatimin e ligjit për arsim mesëm dhe fillor, me zëvendësimet arsimtarëve, mirë po besoj se ato do t'i bashkangjiten, kësaj këtyre kërkesave edhe do të jemi komplet unik. Në qerdhet publike të komunës së Gostivarit, fëmijët e akomoduar janë pranuar për qëndrim ditor, edhe për skaj grevës që është thirrur nga ana e Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Taf Ahmeti, kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, njësia rajonale në Gostivar, njoftoi se kuadri edukativ në për këto qerdhe janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së sindikatës, por fëmijët janë pranuar në qerdhe dhe do të kujdesen nga kuadri përgdhelës.